Amerikanë dhe me dhomën e tregtisë na shpjeguan si do jenë disa biznesmen nga Kosova dhe trevet e Maqedonisë do jenë të pranishëm, kështu si do të kemë mundësi me shtrëngu dorën me disa nga ato. Por besoj koshien që për tregun, domethënë për shqiptarët, për kompanitë shqiptare që të penetrojnë, që të çajnë në tregun amerikan është disi e vështirë apo ja? Jam pjesërisht dakord. Do të thonë, e vërtetë se Amerika është një treg shumë i madh dhe shumë konkurrues, por kur ti je treg i madh ka pa fund mundësi. Shqipëria, për shembull, një gjë si kompanitë shqiptare nuk e kanë tejkaluar shumë, po thojmë, oceanin, ka qenë se nuk dim për shembull si ka mundësi me ardhur si investitor me viza investitorit dhe me njeh biznesin amerikan në mënyrë të drejtë për drejtë për vitet e tëra dhe është procedurat e imigracionit janë shumë të thjeshtuara për bizneset. Ja lehtësuar së fundmi apo në tërësi ka qenë kështu? Është firmosur si traktata firmosur në 95-ën, ka hyrë në fuqinë në 98-ën dhe në punësi investitorëve shqiptar ku bën një shifër, po them kështu, $100-200 se sipër në Amerikë, rrezikon atë shifër të vjen të njekin biznesin e vet. Po ekzistojnë edhe vizat e tjera, domethënë kjo nuk është e vetmja. Gjëja tjetër është se tregu amerikan ka nevojë për gjëra të ndryshme. Në Amerikë ke vende nga gjithë bota që eksportojnë produktet e tyre, nga bujësia, teknologjia, real estate e pjesë të tjera. Shqiptarët deri tani kanë zhvillosur të investojnë në real estate, shumicën e rasteve që kam parë, por në këtë vizitë si më dha mundësi me taku disa biznesmen të ndryshme këtu, pashë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, ka edhe biznesmen shqiptarë që kanë ndërtuar teknologji të avancuara, kanë ndërtuar edhe në forma të tjera, domethënë ekspertizë, edhe unë mendoj se në tregu amerikan do shihet një mundësi sepse nuk ka të nevojshme thjesht të vish me kapital tani në xhep. Në kjo se ke ide në dur, në Amerikë mund të jesh bashkëpunëtor dhe kompani si mund të besojnë tek ju, siç e dini në Amerikë për shembull startup, mentaliteti i startupit është diçka shumë e përhapur, pra nëse keni një ide të bukur, Amerika është veri i më i dur për të arritur kapital dhe për krijuar ekspertizë në fushën përkatëse, domethënë bazë kompanisë. Cilat do të ishin disa nga sektorët që do të gjeni më tepër mbështetje dhe zbatim zhvillimi atje, pra nga bizneset? Për shembull, cilat bizneset do të ishin më shumë ndoshta më të gjendshëm? Tashti kuptohet se varet nga kompania si mundon të transferohet, pra nëse një kompani ka punuar të bëjë shishe ujit, vazhdoni të bëni shishe ujit, sepse ekspertiza që keni këtu është marrë atë në treg në atë fushën se ju jeni të specializuar. Amerika ka nevojë për gjithçka, por ajo si thom është si na kena nevojë për dy gjëra, po them kështu si kompani shqiptare. Një është punojmë edhe të arrisim pak brandin e shqiptarisë dhe bella me një, po them kështu, me soft power, po thojmë, dhe nisja jonë për shembull nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte si të vim këtu dhe të ndihmojmë biznesmenët shqiptar, të krijojmë edhe një organizatë të lidhim biznesmenët amerikanë me biznesmenët shqiptar dhe t'ju japet mundësi si të ketë know-how, si të shkojnë nga dy anët e oceanit. Dhe fushat, si për mendimin tim, shqiptarët mundën me bën një diferencë përveç fushës së ndërtimit, si është diçka si shqiptarët në Amerikë janë goxha avancuar dhe ka rrezik të ulët. Unë mendoj se janë shumë të nënvetësuar, domethënë produktet tona. E di se janë disa kompani që mundojnë t'i transferojnë atje, por ushqimet e mira në Amerikë preferohen, kështu si na duhet si t'ja kallëzojmë atyre se kena jashtëzakonisht produkte vendore të mira, të shkëlqyera dhe do të preferojnë në tregët si të New Yorkut, LA e etj. Është një mundësi reale që përveç faktit që kompanitë shqiptare mund të gjejnë treg dhe hapësira atje, të kemi gjithashtu një vëmendje të shtuar nga kompanitë amerikane në Shqipëri, pra një investim të mundshëm këtu? Po diskutim, por amerikanët për me investuar në Amerikë do të na njohin ne si kom, do ta njohin njerëz si njerëz. Dhe besoj si edhe Select USA ose edhe na si zyre ose edhe kjo nisje që kena bërë me këtë grupin që kena këtu, njëra nga objektive që kemi është si ti mbledhim disa kompani të rëndësishme shqiptare nga dy anët e oceanit dhe të krijojmë partnershipe me kompanitë amerikane, por për krijuar partnership do takohemi, do rrim bashkë, do kalojmë kohë së bashku në vendet përkatëse dhe të gjithashtu, pra nuk po mundojmë të thithim dësmon nga Shqipëria, gjithçka që Shqipëria ka të bukur për të ofruar, nuk i duhet si njerëzit lëvizin apo flasin për kapital, dhe për investime, dhe besoj se nëse disa, siç kanë filluar disa kompani shqiptare si i përgëzoj, si kanë marrë kërajën të vinë në Amerikë, besoj se kjo do të thithin edhe më shumë kompanitë amerikane me gjithë të trevat ku jetojnë shqiptarët në Ballkan. Dhe nëse më tepër kjo për të